Mirë se erdhët në Rituals Podcast. Sot të ftuar e kam Fitim Ukën, psikolog, psikoterapist dhe profesor të psikologjisë. Dhe tema sot është lidhjet dhe dashuria. Fitim, sot kam me folë për një temë që i intereson krejt. Edhe është një temë që s'ka kohë, është e pa kohë, po më duket vetë që dallimi me atëherë dhe tash është që tash po kena definicion për gjithçka në një forme, këtë sanat janë aty zbërthy, ndërsa nashta para 100 vjetë kërkush nuk ka pas emra për gjendje të caktume, po veç njerëzit ju mbu bashkë e kanë quajtur dashni edhe çaq. Çush e dim na a jena dashurum atë çrregullum? Në radhë parë faleminderit shumë për ftesën, edhe kënaqësi me qenë këtu pare. Kënaqësi me të pas. Me pas mundësinë me bashkëbisedu për një temë që e thatë edhe ju. Është preokupim universal, krejt njerëzit e kanë këtë. Pak e vështirë me identifiku kur je i dashurum apo i çrregullum. Që ata po mënon mi zbërthy sot mujna. Unë kam një ide të përgjithshme, unë besoj që kur njeriu dashuron pak nuk dallon, nuk vren, nuk sheh pashmir. Ato lentet që janë përgjithëse për me identifiku sjelljet e tjetrit, disponueshmërinë emocionale, nëse eventualisht jena në të njëjtën linjë apo jo, zbehen plotësisht. Edhe mandej në një tekst krejt pa lidhje ti kërkon me çdo kush më andru pikën edhe presin që më dhon kuptim romantik me mu duk sikur ka elemente të dashurisë në te. Unë besoj që kur njeriu dashuron është një lloj paqeje që e përjeton, në rastet kur i duket që po dashuron, për në anën tjetër nuk është rehat dhe në vazhdimsi mungon diçka, atëherë flasim për një lloj çrregullimi të dashurisë, që nuk ka një diagnozë për te, por praktikisht dashurinë e shoh aty për si prehje, si paqe, si përmbushje të përgjithshme. Po prapë edhe kjo tjetra po thu që është dashni veç është e çrregullume. Nuk muj me çujt, nuk muj me eliminu elementin e dashnisë, veç muj me thonë që është një çrregullim, është dashni e çrregullume, jo çrregullim komplet. E vërtet, sepse njerëzit nuk dashurojnë në një formë. Dashuria është unike për secilin person, edhe në mënyrën se si e konceptualizon, edhe në mënyrën se si e shpreh, edhe në mënyrën se si e përjeton. Secili prej këtyre domeneve është unik, është i veçantë te njeriu. Që do të thonë s'mund të ketë një lloj përgjithësimi për të gjithë njerëzit, edhe të themi që kjo është kategori patologjike ose është çrregullim dhe tjetra është një rregull, dikush edhe e shijon maksimalisht edhe një raport caktuar që nuk funksionon ndoshta në premisat e një marrëdhënie reciproke apo të barabartë. Dikush dëshiron me çdo kush që të ketë një lloj udhëheqje nga partneri apo partnerja, të jetë vetë një përcjellës në këtë raport. Por edhemesht unë qëndroj shumë besnik në parimin që raporti mirëfill dhe dashuria adaptive e përshtatshme është ajo që e sjell paqen, e sjell qetësinë, sikur i rregullon gjithë mekanizmat e tjerë. Ta mundson që mandej t'jesh rahat edhe me veten, t'jesh rahat edhe në perspektivën profesionale. Madje ndonjëherë edhe butkuptimi fillon e ndryshon. T'jesh dhe vetëm për shkak të po e adapton njëri me tjetrin. A mundet të më fillim me kon e çrregullume, mandej më rregullu më kon paqësore? A zakonisht kur janë nis është çashtot? Parimisht mund të them që në shumicën e hulumtimeve në psikologji, ideja e lidhjeve të raporteve është e atill që ka një trajektore. Në fillim është zakonisht më mire mandej rrugës shkon duke u zbe, ai lloj pasioni që e përcjell një lidhje dhe një raport, por zëvendësohet me respektin, zëvendësohet me një komunikim më të mirë, me një etablim të marrëdhënies së mirëfillçe që ndodh në mes të dy personave. Kështu që praktikisht lidhjet të cilat fillojnë jo si duhet, e kanë më të vështirë rikuperimin dhe e kanë më të vështirë mandej një lloj vazhdimësie kështu adaptive, në veçanti ata të cilët nuk i adresojnë si duhet konfliktet fillestare, sepse nuk e përjashtoj asnjëherë mundësinë që diçka që nuk nis si duhet me vazhdu në mënyrë të përkryer në të ardhmen, por që duhet komunikim i hapur dhe një lloj tendence që me nxjerr në tavolinë të gjitha problemet, dilemat, traumat që mund të jenë prej të kaluarës, t'i adresojmë fillimisht ato dhe mandej të ndërtojmë një raport të qëndrueshëm edhe të mirëfill. Mendon që konflikti në fillim ose konflikti në përgjithësi vjen për shkak se disa sene janë të pasgjidhura me veten, apo është komplet ndamet që dhe mund me thonë që ka të bëj vetëm me tjetrin? Personalisht e besoj fuqishëm që nuk ka
gjasë teorike që një person I cili ka vështirësi në të kuptuar të vetës, në të kuptuar të ndjenjave dhe të emocioneve që e përcjellin. Na këtë e quajmë aftësive të rregullimit, në rast se aftësitë e vetë rregullimit mungojnë, në rast se ka konflikte të pasgjidhura prej të kalumës, në rast se ka trauma specifike të cilat nuk janë përpunuar ashtu siç duhet, në rast se ka histori të pambyllura prej të kaluarës, apo ka një lloj tendence të ngjyrimit të përvojave romantike prej të kalumës, me besu që të gjithë meshkujt janë të njëjtë, të gjitha vajzat sillen kështu apo ashtu, atëherë kjo është e vështirë që me qëndru e izolume, kjo reflekton në raportin që ti ndërton me partnerin apo partnerën. Dhe në anën tjetër mandej merr në këmbim edhe diçka që nuk vjen prej partnerit apo partnerës si verzioni më I mirë I saj apo I tij. Sepse mënyra se si sillemi praktikisht reflekton edhe në perspektivën tjetër, dhe mandej edhe partnerja do të sillet po ashtu njësoj. Kështu që nëse ka një këshill të përgjithshme që mund t'japim, një lloj konkluzioni me fillim, është që njerëzit duhet të ndërtojnë një raport mirëfillt me veten para se të pretendojnë me ndërtu një raport mirëfillt me dikë tjetër. Pavarësisht se kush është në veçanti në raportet romantike. Që po vim tash te çka disponueshmëria emocionale, emotional availability. A I thojnë edhe shqip që ashtu disponueshmëri? Kështu nëse e përkthejmë praktikisht, domethënë është është një ashtu disponueshmërie, është aftësia e individit që t'i njohë në radhë parë ndjenjat edhe emocionet e veta, sepse shumica e njerëzve e kufizojnë disponueshmërinë emocionale në idenë se si I lexojmë apo I kuptojmë apo I mirë kuptojmë ndjenjat e emocionet e tjetrit. Nuk është e mundshme që të krijohet një raport I tillë pa qenë në gjendje që fillimisht me I njoft si duhet ndjenjat edhe emocionet tua, me njoft kapacitetin tënd emocional, me I shpreh lirshëm por edhe në mënyrë të sinqertë ndjenjat edhe emocionet tua, dhe pastaj me I mirë kuptu emocionet e tjetrit. Ka një element empatie, kur je në gjendje që me kuptu si ndihet tjetri, me pranu në mënyrë të pakushtzume ndjenjen edhe emocionin e tjetrit. Edhe atëherë kur ja sfidon mendimin, po ndjenjen edhe emocionin e pranon në mënyrë të pakushtzume. Dhe vetëm këto mandej e japin çat efektin e famshëm të gatishmërisë për me u fut në lidhje romantike. E çaj është reflektimi final mandej disponueshmërisë emocionale. E tash e kundërta e disponueshmërisë është shmangja. Faktikisht gjithmonë janë çto dy ekstreme. Unë po mendoj që kohrat moderne në çdo aspekt janë tu e ushqy shmangjen për shkak dating apps, gjithçka është përveç dating apps që janë çaq të famshme të na këtu. Është që kjo ideja e gjithçka me marrë shpejt, për kohë të shkurt, menjëherë me kalu në një intimitet I cili faktikisht s'është intimitet, se intimiteti lyp shumë kohë, edhe lyp një farë përkushtimi që po shmanget. Tash që kjo shmangja a ka të bëj vetëm me faktin që e ki një tip njerit që është që ashtot I shmang, do me thonë, e shmang afërsin, apo ka të bëj edhe me shmangjen e përgjithësisë, që asaj konsistencës, qëndrueshmërisë, edhe punës që duhet me bo që një lidhje mu kone mirë, se unë personalisht besoj që lidhja nuk vjen si një sani gatshëm kur. Nuk mund është, asnjëherë nuk është emër, është folje. Faktikisht dush me jap zor pak për me gry do sana që nashta me ardh në përfundim që ja vlen as ja vlen. E tash çka mendon për çdo kohra, janë të ushqy shmangjen më shumë se disponueshmërinë. Edhe a mendon që disponueshmëria emocionale nuk doket vetëm në një formë, ka një herë një njeri që menon që është tepër emocional edhe menon që është I aftë me dasht, faktikisht edhe çaj ekstrem është faktikisht një jo disponueshmëri emocionale, sepse nuk është ka din mu vetë rregullu. Po e nisi me këtë të fundit, se besoj që është tepër e rëndësishme këtë mos me harru, me thonë që në momentin kur e konsiderojmë lidhjen si një lloj akti, që vetëm një herë duhet dedikim edhe mandej aty e tutje rrjedh vet, bëjmë gabimin fundamental. Jemi të folë për qenje njerëzore që zhvillohen në vazhdimsi, që ndryshojnë në vazhdimsi. Dhe në momentin që përkushtimi është I përkashëm, praktikisht presim që me dalë probleme në vazhdim. Rrjedhimisht, disponueshmëria emocionale duhet me qenë aty si bashkëtari se cilës lidhje, se cilit raport. Kështu që ma tepër është një lloj procesi I vetënjohjes, I njohjes së tjetrit, I një bashkërendimi edhe të
aktiviteteve që i kemi, i stilit jetesës që e bëjmë, i mënyrës se si flasim, komunikojmë, i prioriteteve që i vendosim, pra shumë ma shumë se sa thjesht një raport seksual, intim, apo edhe shumë ma shumë se sa një takim, një date. Por duhet ta pranoj që e gjithë evidencat, të gjitha ulëmtimet shkencore praktikisht në psikologji e tregojnë që ky stili i ri i jetesës që bëjmë, jo vetëm teknologjia, apo përtej kësaj edhe referencat e reja që i kemi për lidhjet, për raportet romantike, e kanë zbejnë ndjeshëm disponueshmërinë emocionale të njerëzve. Njerëzit gjithmonë më pak janë të gatshëm për të investu potencialin edhe energjinë e tyre në raportet të mirëfillta romantike, sepse ju e thatë me të drejtë, nuk do të thotë që vetëm afrimiteti fizik apo dëshira për ta pas personin tjetër në nivelin fizik nënkupton përmbushjet lidhjes apo të raportit. Shumë herë nuk do të thotë hiç ajo. Absolutisht. Shumë herë njeriu dashuron edhe në nivelin emocional, thjesht nëpërmjet komunikimit, ndërveprimit, pasunit të dikujt afër, pa e përmbush këtë nevojën seksuale, dhe rrjedhëmisht njihen tipe të ndryshme ndoshta të dashurisë apo të manifestimit të saj. Por ajo që ka na ndodh në epokën moderne, në të tashmen, që shpejt mund t'i dalë afati edhe kësaj, sikurse edhe kohëve të tjera, është që njerëzit janë më pak të përkushtuar, janë më pak të interesuar për dedikim në lidhje, në raport, që kryesisht raportet ndërpersonale i krijojnë nëpërmjet aplikacioneve që ju i përmendët apo komunikimit elektronik. Dhe është një ulëmtim tepër interesant që kanë pa prej të 50-tave tutje se si janë kriju raportet ndërpersonale. Shumë interesant që në parat 50-tave ka pas edhe shkuesi, mësitni, sikurse te na dhe në vendet e tjera. Por mandej me revolucion të sex, drugs and rock and roll, dhe më thënë fillon që marrëdhënia romantike mu kriju në koncerte, festivale, në pube. Mandej në të 90-tat e tutje, nis kjo influenca e teknologjisë, dhe kur flasim për kohët e sotme është pak e vështirë me mendu që një i ri apo një e re, do të thotë kryesisht nëpërmjet shkuesisë apo frekuentimit të një bari apo të pubi e krijon atë lloj raporti. Tash është digitalizuar. Plot raste. Kena evolucion, domethënë mënyrën që krijohet. Që ato dashta që ajo kon ma vonë kom dash me të pyet çu mendon që filmat, muzika dhe çto epoka e kanë formsu idenë tonë të dashnisë dhe romancës në përgjithësi, po shumë e rëndësishme edhe këtë me përmend dhe me diskutu definitivisht, por më lejo me nda vesh një përvojë personale tepër interesant. Një prej njerëzve të afërt më tregon që në rast se edhe takohet me dikë që e pëlqen apo ka një lloj pëlqimi reciprok, forma e komunikimit prapë është nëpërmjet teknologjisë, nëpërmjet Instagramit apo. Çush mendon që tu e njoft trunin e njerit edhe tu pas përvoja të ndryshme? Çush mendon që kjo e ndikon në neve? Sa është e mundur me kriju qatë lidhje të fortë në mënyrë digjitale diçush? Unë për vete e shoh shumë të mangës. Nashta jam pak old school, po për shembull, për me e shoh të mangët se ka një herë ti nuk mundesh me reagu që aty për që aty kur ka keq kuptime. Për shembull, ose ka shumë mënyra për me i kuptu senet mes rreshtave, nashta ti mungon shumë elemente i shikimit, i tonit, i qasaj ftyrës që ti e den edhe ja bën për shembull kur je tu fol, edhe tjetri jo ka të ngan, në çato momente kur ti je tu fol diçka, nëse je tu fol që s'është mirë, nëse ja shef ftyrën thu prit nalna veç pak se nashta jam të e tepru edhe në qatë moment ti pështon diçka, ndërsa ku të shkruan pa fund edhe mandej që i bjen pishman edhe ki badi hava. Menoj që në shumë aspekte digitalizimi e ka dëmtu faktikisht që të krije lidhje. S'ka pik dyshimi Rita, po mund me qenë edhe unë old school. Po në anën tjetër pajtona plotësisht me këtë konkluzion. Unë menoj që nuk mund të ketë kurrfarë raporti të mirëfillt ndërpersonal. Qoftë ai edhe në shoqëri që mundet me u zhvillu thjesht nëpërmjet komunikimit në rrjete sociale apo formave të tjera të komunikimit indirekt, çush e quajnë. Jo e përmendet me drejt këtë shprehjen mikrofaciale, na themi që 10 sekondës janë reagimet reale, mandej fillon e kontrollon dhe nuk e jep përshtypjen sikur po dhëm shumë, sikur u piklove apo u zemrove apo sikur diçka që sapo u tha të preku emocionalisht. Përpiqesh me kontrollu. Dhe mandej dhe kjo informat që nganjëherë flitet pa u fol, që komunikohet pa nxjerr fjalë,
që është thjesht një shikim më i gjatë, apo është një tendencë që këtu kur përbihesh me dallu personit tjetër që nuk je rehat, apo dridhja, apo çfarë do lloj proksimiteti, afrimiteti në kuptimin fizik interpretohet ndryshe dhe kjo është që ajo gjallëria e lidhjeve, raporteve që mungon në nivelin e komunikimit elektronik nëpërmjet teknologjisë. Kena edhe do filma që e tregojnë, po mënoj bile 2015 më duket ka dalë ai Her, filmi që po. Jam i vetëdijshëm. Është si serial, po më duket në jo, Netflix apo jena jo, të folur për tamam diçka veç tjetër? film. Okay. Edhe ai dashurohet në një koncept digital faktikisht. Okay. Dashnia vet është një gru digitale. Nice. Edhe menoj që disa herë filmat moderne kanë tregu që të mundësi, që më dashuru në dikon që veç ki tekst me to, kur gjë tjetër. Po menoj që evolucioni është të e ushqy që të sen që na mja nis mu dasht në qatë formë. Po unë menoj që kjo mandej shtrëmbron edhe faktikisht kuptimin e çka quajmë dashni. Për shembull, ku është dallimi mes obsesionit edhe dashnisë? Që ndonjëherë është tepër e vështirë që me kriju një ndarje të tillë. Na obsesioneve ju themi mendimet përsërituna për dikë, dhe është thjesht e pamundshme që në momentin kur dashuron mos me mendu në mënyrë permanente të njëjtin person. Por duhet me u rikthy në vitet e largta në fillim vitet 2000 kur kam qenë student. Prej atëre mbaj një koncept të asaj se çka do duhet me u duk dashurina. Kush thot ideale, dikush perfekte, apo më pëlqen mi thonë dashuri adaptive. Unë e besoj fuqishëm këtë koncept. Çush po mendon dashuri adaptive? Tash çush është ideja? Domethënë, unë besoj që kur ka dashuri të mirëfillt, njeriu dashuron me 6 shtisa. Janë 5, po dashuron me 6. Për shkak se ti ja ndjen fort mungesën personit, po edhe përmbushesh me prezencën. Dhe kur po flas me përmbushje, nën kuptoj 5 shtisat fizike. Që të pëlqen ajo që sheh, që e ke përballë, në anën tjetër ke një lloj interesi apo intense që edhe me u kënaqë, me u qetësu prej asaj se çka dëgjon, po edhe kur përqafon apo përmbushesh maksimalisht, edhe era e personit, aroma e personit, domethënë është diçka që të tërheq deri në intimitet, pra përmbushesh në çdo kuptim. Dhe mandej ka edhe diçka që është intuitive, që ti thjesht e ndjen ku është personi edhe kur është në mungesë. Tash dikush mundet me thonë kjo është utopike, unë vazhdoj me besu që ekziston dhe që lidhjet e tilla mandej funksionojnë goxha mirë dhe i rezistojnë kohës edhe tundimeve të tjera. Në anën tjetër, kur flasim për çrregullime apo për patologji, ka dhe erotomani, të zonë që njeriu beson që ajo që shkruhet në televizion është ju dediku personit, me ndërlidh me atë që ju falet për teknologjinë, por rastet e tilla do duhet me u trajtu, me marrë ndihmë psikologjike, ndërkaq obsesioni per se unë refuzoj kategorikisht me pasi të ndarë prej një lloj dashurie që është fundamentale për Po a ka mundësi më konë obsesioni spektrum? Për shembull është një obsesion që në fillim menon shumë për njërin, është e natyrshme menu dikur shkon e qetësohet ai sa. Se kanë njëra obsesioni është një farë forme, një farë nevoje që ti mi qetësu pasigurinë nashta që ta jap çaj tjetër se ti se din sigurt çka po menon edhe ku po qëndron me ty. Po çka kur obsesioni kalon në një ekstrem, a mundemi që atëherë mos me qujt dashuri, po me qujt patologji? S'ka pik dyshimi. Çdo gjë që unë praktikisht edhe klientëve të mi ftesën e drejt për drejt që ju bëj është bota nuk duhet të reduktohet një individ, bota nuk mund të reduktohet marrëdhënie në raport ndërpersonal. Bota është edhe vete, bota është pak edhe pjesa tjetër profesionale dhe mënyra se si jetojmë, po edhe si japim kuptim ekzistencës tonë, jetës, vdekjes, përgjithsisht. Realisht kjo e bën edhe më të bukur mandej dashurinë, por në momentin kur gjithçka nis të sos me një person, ka tendencën që mandej shpejt të ngopet apo edhe të kaloj në diçka tjetër. Prandaj po e them që ftesa apo kërkesa për njerëzit është që gjithmonë ti identifikojnë ato që janë sinjalizues të qartë që vijnë prej anës tjetër kur ndonjëherë quhet
kështu bombardim prej idesë që dikush ofër ta shpreh shumë dashuri, flet shkruan konstant, po që të kërkon përgjigjet më njershme, kërkon gjithmonë një farë lloj sigurie që ti aty ti je dedikuar, përkushtuar. Ndoshta këto të tillat janë disa sinjale që duhemi mi trajtu me kujdes, sepse mundën me përfundu atje ku nuk ishim dëshiruar me përfundu raportet e mirë fillta. Çfarë janë flutrat në bark? Nuk e di, vështirë me i definu çka janë, por njerëzit e përshkruajnë si një prej ndjenjave më të mira që përjetohet. Po veç ka një herë një flutrat në bark edhe kur tutesh pi qenit në rrugë për shembull. Tash çysh e den se po mënoj ajo është një farë lloj ankthi në çat moment. E tash çysh e bëjmë na dallimin që çajo është diçka pozitive, qa nëse çajo është frika për çati njeri dhe trupi do më të kallëzu diçka, do më të thonë që nashta që ky njeri është shumë i sigurt për ty. Po kuptoj. Kur ka ankth në raste specifike, ai sinjali i parë që është lufto ose ik. Në shumicën e rasteve ti ik. Për flutrat në bark në momentin kur e ke përballë dikë që të pëlqen shumë është ma tepër rri. Nëse kështu që besoj që këtu mund të bëhet diferenca e parë. Tjetra, unë e besoj që dashuria është një prej elementeve më të mira që na karakterizon si njerëz, është forma ideale shpërfaqjes së emocioneve tona. Dhe në asnjë mënyrë nuk e kisha kategorizuar si diçka që dëmton ose që pengon. Pra dashuria dallohet në çatë ndjenjen e mirë që të përcjell, por në anën tjetër edhe ndikimin pozitiv që e ka edhe në shëndet edhe në mirëqenie. Po veç tash te pendojnë dashnin në çito ato që na tërshëm e ndjejmë për dikon edhe diç ndjehemi që vedojmë dikon, edhe në ato që dashuria e sigurt edhe e duhura ndjehet krejt ndryshe. Do të thonë nuk është çaja flutrat në bark, nuk është çaja një farë kimie të fortë që e nin, nuk është diçka që na duket e njohur, po diçka komplet e kundërta nga e njohura. Nashta se e njohura është, si më thonë, sum e krejt partnerave të kalume dhe nashta edhe të prindve tonë që na mësuna mu trajtu dhe tash na të konstant për kërkojmë që ato. Edhe unë po hasi shumë shpesh, po thonë që dashnia vërtet është faktikisht shumë e qetë, shumë boring, shumë e mërzitshme në fillim, nuk ka kur farë ashtu egzaltime, duhesh adin më konë shumë i qetë. Qa më nënë ti për qëta? Për mu kjo është merë, do me thonë unë këtë dytën s'moj kur qysh me i kalu, nuk hecë diqysh. Mu më vynë që ajo hype edhe menaj që ajo është dashnia, kam klasik. Po kretë psikologët po thonë ndryshe. Po tash, psikologët mundën me pas mendimet të cilat janë të ndryshme. Krejt përplasjet në psikologji e kanë sjellë këtë dije që na e kemi sot. Nuk ka të mendum të një trajtshëm në psikologji, unë studentëve të mi prej fillimit të studimeve të tyre ju them psikologji 2+2 veç 4 nuk bojnë. Herë bojnë 5, herë bojnë 3, ka debat. Por në anën tjetër përvojat tona janë unike. Dhe nuk mundet as përvoja e rritës, as e fitimit me u nënçmu apo me u nënvlerësu dhe me tonë që ju jeni përjashtues, outliers. Në fakt, përvoja jonë personale na tregon që ka potencial për me ekzistu ajo lloj dashurie për cilën apo e quajmë e mirëfillt apo adaptive, sido që e etiketon. Ajo prapa shtesa pak s'ka shumë rëndësi, është dashuri në esencë. Në anën tjetër, po, format të ndryshme të hulumtimeve, qofshin cross-seksionale, longitudinale, tregojnë që njerëzit munden me manifestu në mënyra të ndryshme dashurinë, ndjenjen e dashurisë. Unë besoj që nëse e kishim realizu një studim dhe me pa në mosha të ndryshme rezultatet kishin me na ndryshu. Po ta shtroj si pyetje të drejtë për drejtë, a beson që dashuron një 20 vjeçar me një 40 vjeçar? A i kanë të njëjta ndjesit që i përjetojnë, a janë flutrat në bark njësoj, apo... Unë menoj që në qitë rast është prap tepër ka variablat ndryshme. Për shembull, ndo raste mujnë me thonë që jo, se një 20 vjeçar të mujnë me hub kryt ma letë se sa një 20 vjeçar, po prap mendoj që edhe një 70 vjeçar mundet me pas flutra në bark dhe mu dashuru qashtot. Do me thonë, veç është tepër varet prej tipit njerit. Se që s'mujna apet as që ta me përkufizu që definitivisht pjekuria e bën vetën, ndoshta edhe përvoja, ndoshta ka njerëz që janë
djekt, asë njerë që e kanë mbyll zemrën, thonë unë s'du me ndjemu kur gjoj, bojnë ma të vështirë që ata nashta s'kan disponueshmëri emocionale, po prapë menoj që mundet edhe ajo mu ndryshu. Pa dyshim, prandaj që kjo pjekuria emocionale apo disponueshmëria emocionale mundet me u reflektu në përzgjedhje të partnerit në mënyrën se si e ndërton raportin, po dashuria në esencë është universale, është çajo ndjenja që i përcjell krejt njerëzit. Me patologjizu unë refuzoj. Do të thënë, kjo është arsyeja pse edhe refuzoj konceptet që praktikisht thonë që dashuria në fillimet e veta duhet me qenë domosdoshmërisht e qetë, kjo mundet me qenë shumë terapeutike dhe e themi në vazhdimsi. Nuk po themi ne që dashuria duhet me qenë një lloj raporti apo raporti romantik duhet me qenë ideali për krym, asnjëherë debat, asnjëherë konflikt, asnjëherë Jo, në menoj që edhe që ajo është patologjike. Menoj që ajo s'është kur raport ndërnjerëzor, është robotik. Po, jo, ajo s'është kur është gjysmake, sepse menoj që i ka çashtu të kalitet çaj raport. S'ka pikë dyshimi, nëse ma lejon veç një përplotësim, pra s'ka të bëj me sa herë përjeton një lloj goditje në raport apo në marrëdhënie, por ka të bëj me mënyrën se si e sanon atë problem, se si komunikon mbi problemin, mbi konfliktin, çush adreson, çush i gjen zgjidhje. Rrëdhimisht kjo edhe krijon çatë lloj reziliencë në raport, edhe e rrit shumë disponueshmërinë emocionale, por edhe në fakt mandej e krijon një lloj platforme në të cilën njerëzit ndihen të lirshëm për me komuniku për çfarë do lloj shqetësimi, edhe s'ka më nevojë që me pas ndoshta konflikte ku toni i zanit është më i rëndësishëm se sa përmbajtja, kështu që e përmbajtja përfundon. Kena njerëz që po mënoj krejt njerëzit në botë, çfarë do që janë, kanë qef mu lidhë me dikan. Adin, edhe ata që thojnë, po du me najt vete, sa në dijet që një farforme diku thellë mrena, po dhe, tash nështë nuk rajnë, po ata menojnë që, nashta ka njerë menojnë që për një me përdojnë me konë vetë, po në ndia tëne gjithmonë është në kërkem dikujt, unë qështu me ndaj. Çka me bu me që ata njerës që menojnë qështu, edhe janë totalisht të pa disponueshëm emocionalisht, janë tepër shmangës, edhe tash e kanë gjetë dikën që ka shumë disponueshmëri të lartë emocionale edhe dojnë me konë me ta, po tash kë që është emocional, hek me këta që është komplet kështu shut down. Edhe ai po do me thonë këta dy po dojnë me konë me njëri tjetrin, po ky i shkreti o ka vunë se o ka lyp ton kohën sinjale prej këtina, po ky s'po din me dhonë. Qush a duhet që ky personi bë me ndihmu këtij A që është shmangës, apo ky A-ja duhet diçush mu këfill edhe me... Adin, kur është ai momenti kur ti thu, nuk menon që jetu ngulfat mu, po faktikisht e din që është mirë mu konë në konsistent në ndimen që ja bën këtina për mu nëzit ma shumë. E ke prek një temë tepër interesante, po duna me t'i kërku disa minuta, veç me bo një lloj paralele. Shumë është të rëndësishme gjë. Me një konferencë në Budapest të Hungarisë, një prej profesorëve eminent po e shpjegon bad side of friendship, po thotë që ka një anë të errët të shoqërizimit, të socializimit, edhe po e përfundan me një mesazh që zakonisht mesazhet, rekomandimet në fund të këtyre prezantimeve në konferenca duhen me qenë të tilla që janë influencuese për të mirë. Edhe ai po thotë që mesazhi është shumë i qartë, i thjesht, rrini me dikën që është më i mirë se ju. Dhe mandej kjo provokon. Edhe unë pyetja e parë që lind këtu është çka më i bë personit që po rrin me neve. Nëse na rrim me dikën që është më i mirë se sa na me kënd rrinaj. Njëjtë është edhe në raport, edhe në raportin romantik, në marrëdhëniet romantike. Pra, në momentin që dikush personi A me disponueshmëri emocionale të etabluar, po qëndron në një raport me personin B pa disponueshmërinë emocionale, që shmang komunikimin, nuk flet për ndjenjat, për emocionet, i shpërfill emocionet e tjetrit, ka mundësinë që edhe njëna dhe palja tjetër me influencu. Kush fiton në këtë mjedis? Ftesat e cilën unë ju bëj gjithë klientëve të mi, që potencialisht në klinik përfundojnë ata që janë me disponueshmëri emocionale. Nuk përfundon kjo palja tjetër. Sepse palja tjetër beson që është në të drejtën e vet egocentrike, që unë jam rehat, nuk i shpreh shumë, ky është tipi jam, përfundojnë të u lëndu ata të cilët kanë disponueshmëri emocionale të duan. Dhe tash, çka ftoj për këta klientë është që mos me heq dorë prej modelit tyre.
Mos me heq dorë prej shembullit ty. Mos me heq dorë për cilit model? Prej disponueshmërisë emocionale. Aha, do me thonë me vazhdu me qenë Definitivisht po. Mos sa ka tu. Kjo është prova Po. që një lidhje nuk funksionon. Nëse shembulli yt nuk mbrin me afektu perspektivën tjetër, në asnjë mënyrë unë nuk kërkoj që disponueshmëria emocionale me unë gjyros me këtë mungesën e motivimit e të empatisë. Do me thonë me thjeshtu i ka thu që ky që është emocional, mos mu afektu pikti që s'po dhe mu shprej, Po. edhe definitivisht mu larguet në një pikë ku mu so ka i bën puna atina. Nëse nuk po i bën puna ati, gjithsesi po. Na jemi lodh prej një mentaliteti në të cilin lidhjet apo raportet duhet me do e mas me u mirëmbajt. Duhet me qëndru. Duhet me qëndru në atë çka tash këto termet e reja, toksike, shpërthillëse, ku ka dhunë psikologjike, fizike, thjesht duhesh me qëndru aty se duhesh me qenë në një raport. Po, bashkë se përmend ç'a është një raport toksik? Është i atill, pra që është shpërthellës. Personi nuk është në gjendje me kuptu se si ndihesh dhe nuk ka ndonjëherë nevojë fare me fol për atë se si ndihesh. Është raporti toksik flet më shumë me veprime se sa me gjuhë, me komunikim. Po, zakonisht njerëzit mendojnë raporti toksik është veç dhuna fizike ose dhuna psikologjike. Po. Pra, praktikisht dhuna psikologjike është një kategori tjetër në cila duhet mu adresu ndryshe. Një raport toksik është një raport që nuk përmbush, një raport në të cilin nuk je vetja. Si e ma vetja autentike, fillon e tjetërsohesh, bën kompromise të cilat i ke premtu vetës e dikuj tjetër që kur njet nuk i bën. Pra, shkel shumë prej parimësive tua, shkel shumë prej vlerave tua, dhe prap kjo nuk mjafton. Po dhe që ajo empatia tepër të mandej bëhet vetë destruktivitet kështu. S'ka dyshim, për ata kufit qartë definitivisht ndihmojnë në secilin raport, në secilin marrëdhënie. I kena një qëto të në kohën krejt, janë të i përmen anxious avoidant attachment, këse ase qush mas pare, që i thojnë shqep që të ne, attachment issues. Që i thuj attachment issues? Shqep. Po, është një farë lloj, po them, lidhje, raporti në të cilin ti e krijan fillimisht me figurën primare atje në fëmijërit hershme. Aha, do me thonë janë nis prej, krejt janë nis prej që ki me prindrit. Flasim për stilet e atashimit, se në gjuhën shqipe nuk kemi një shprehje që e tash që kjo që ndërlidhet me prindrit, ti krijon stilet e atashimit kur je i rritur. Opinionin tam personal, unë si besoj per se një shpjegimit të tillë, që marrëdhënia ndërnjerëzore duhet me u kategorizu. Edhe unë njëjtë. Që me mendu ti që e pas ke një stil specifik të atashimit atje prej fëmirisë të hershme, se na po themi që personi zhvillohet në vazhdimsi. E vërteta është kjo, që lidhjet, raportet të cilat i krijojmë prej fëmirisë të hershme me figurat primare, ato e ndikojnë mënyrën se si krijojmë lidhje dhe raporte në të ardhmen me partner romantik. S'ka pikë dyshimi për këtë. Por kategorizimi, dikotomia, të thush që ti je veç një tip anksioz dhe shmangs, apo nuk ja atashu në mënyrë të shëndetshme dhe mandej kjo e pengon krijimin e personalitetit tënd dhe strukturave të personalitetit, unë besoj që është shumë e cekët dhe është shumë sipërfaqësore si shpjegim. Personaliteti i njeriut është shumë kompleks, ashtu siç janë raportet ndërpersonale, siç janë marrëdhëniet ndërpersonale, dhe nuk mundem asnjëherë me i reduktu veç në përvojat të së kaluarës. Në atë që unë e kam kriju si konceptualizim i kohezionit të brendshëm, unë mendoj fuqishëm që shëndeti mendor, mirëqenia mendore nuk është reflektim vetëm i përvojave të së kaluarës. Është reflektim edhe i asaj që është rrethana aktuale, por dhe pritje që i ke për të ardhmen. Prandaj këto stilet e atashimit janë goxha shumë të studiume në fushën e psikologjisë, ekzistojnë kategori specifike të cilat njerëzit përpiqen me i lidh me variabla të tjera, gjithmonë disa që nuk janë të shëndetshme, adaptive, korrelojnë me variabla të ma të rrezikshme sjellje, të rrezikshme që konsiderohen me përdorimin e substancave psikoaktive, me abuzimin me alkoolin, sjellje delikuente. Në anën tjetër, atashimi i sigurt konsiderohet me qenë një aset shumë i vlefshëm, një mekanizëm shumë i mirë mbrojtës në të ardhmen, që shfrytëzon njeriu për me u përmbush. Dhe kjo e afekton mënyrën se si krijojmë marrëdhëniet romantike. Dikush që në fëmijëritë hershme nuk ka gjetë një preje, një qetësi, nuk ka pas një marrëdhënie të ngrohtë, një marrëdhënie mirëkuptimi, empatie që e ka nxit vetrregullimin prej prindërve, potencialisht kur është i rritur dhe potencialisht po themi gjas probabilitet ka që e kërkon me çdo kusht
përmbushjen e asaj lloj nevoje në partnerin romantik të Të cilin e njëjtën e gjen. lyp që ata, po. Por në anën tjetër, jo gjithmonë kjo aja e garanton bën. Rrugës njerëzit gjejnë edhe përmbushje tjera që stilet e atashimit mandej mund mos me qenë variabla kryesore që e shpjegon krejt që të ndryshueshmëri. Lidhje traumatike ndër jetë Mhm. shkaktojnë shumë probleme me besimin. Trust issues. Po. A ndodh që njeri të tërhiqet komplet nga dashnia kështu për shkak të trust issues, edhe qysh mundet një person që ka shumë probleme me besimin, është shumë anksiöz, e dyshon çdo sen. Kënena don mu lidh, kënena ka probleme me qata. Qysh mundet me rregullu qatë pjesë? A mundet veç me vetë rregullu, apo mundet edhe me lut personin tjetër me ndihmu? Se një sen tjetër gjithashtu, që është i rëndësishëm, ka një herë mendoj që na i dim traumat e tjetrit, ose të njëri tjetrit, po ndodh që pavarësisht që i kuptojmë shumë, ato vazhdojnë me na lëndu. Qysh rregullohem me çto? Ja vet, ja me njëri tjetrin. Marrëdhëniet në esencë dhe etiologjia e fjalës është marrë dhe jap, marrëdhënie. Nëse dëshirojmë me funksionu një marrëdhënie, duhet marrim edhe t'japim. Po. Nuk është në rregull që vetëm të presim mirëkuptim e empati prej palës tjetër nëse nuk japim mirëkuptim dhe empati. Për në veçanti, rastet kur kemi të bëjmë me traumën në fëmijëri të hershme, në adoleshencë, në rini, që nuk janë të adresuar ashtu siç duhet, ato përcjellin si hije edhe në raportet e reja. Pra konfliktet e pasgjidhuna janë burim i pashtershëm i problemeve dhe në të tashmen. Rrjedhimisht është e domosdoshme që me u etablu një komunikim i hapur me partnerin në të cilin ti flet në mënyrë të sinqert për atë se çfarë ka ndodhur dhe kërkon një lloj mirëkuptimi për reagime specifike që mundesh me i pas në momentin. Po çysh ndodh që to një gabim te fakti që për shembull kur dojmë rregullu problemet me besimin. Nuk është puna veç me kallëzu ti partnerit ç'është më ka ndodhur, edhe unë kam problem me besim edhe çaq. Qysh mundesh me ndihmu ti tjetrit ose edhe vetës mas pari, me rregullu qatë besimin e thym, kur tip nashta ki dal për një lidhje para 6 muje, ku tu ka thy besimi shumë, edhe tash ti s'po do me barë qatë bërllogën lidhjen e re, po në anën tjetër përshet që po ta afekton krijimin e lidhjes. Çka duhet me bëj aty që mi ndrejt qatë sen? Rrugët janë të ndryshme. Mundesh me punu me veten, mundesh me kërku ndihmë profesionale, ndoshta këtë të dytën pa promovim të psikoterapisë, po prapë e mendoj që është e domosdoshme, në veçanti kur nuk ja del vetëm. Unë them që pa bë paqe me të kaluamën, është e vështirë për me ndërtu raport të mirëfillt në të tashmen edhe në të ardhmen. Unë mendoj që nuk është veç puna me bë paqe, se njerëzit s'po mujnë me bë paqe shumë herë. Për shembull, e përmendëm më herët the që ka senet pa rregullume, ka një herë nuk mundesh mi rregullu senet me njerëzit që i ke pas lidhje me ta, edhe ç'ki qa me bojnë qatë aspekt. Jo, me menoj që të dallojmë, sepse nuk do me thonë që na duhet me ndru personin tjetër. Lokusi i kontrollit apo aftësia jonë për atë se çka kontrollojmë dhe nuk kontrollojmë pikërisht këtu varet. Nëse gjithmonë shëndetin edhe mirëqenien, por edhe dashurinë tonë romantike e varim prej reagimit të tjetrit, mundemi me përfundu gjithmonë të u lëndu. Është edhe reagimi joni, është edhe kufi i qartë. Po dhe për çfarë duhet me gjetë një mënyrë mi qetësu qatë ankth. S'ka pikë dyshime, dhe këtë paqen unë se nënkuptoj domosdoshmërisht ndryshim të së kaluarës. Po është një përpunim i mirëfillt, në të cilin e merr pjesën e përgjegjësisë që të takon, pranon atë se çka ka ndodhur, pajtohesh që është e pandryshueshme dhe përpiqesh që vetes tënde m'ia tregu si një prej përvojave që nuk të determinon, nuk të përcakton kush je, po ta influencon në një farë lloj forme mendimin aktual apo edhe planin që e ke për të ardhmen. Dhe mandej mi lana hapësirë përvojave të reja që me pas ndikimin e vet, sado që nuk mundemi me shly të kaluamën. Unë nashta kisha thjeshtu qëta në nivel që kisha thonë veç dosh me ditë që ka qatë shumë njerëz të ndryshëm edhe përvoja të ndryshme në jetë që ti duhesh patjetër me kalu jetën derisa të vdesësh, të besu prapë. Unë personalisht që është filozofia jame, unë nuk muna me menu që të ka ndodhë një herë, 2 herë, 5 herë i njëti sen, edhe patjetër që 9 bilion njerëz kanë me bot njëtin. Dush nashta mi analizu vetën, ku ki të pjesën që ata që po të ndodhë, edhe okej, ndreq, po jo patjetër mi penalizu
mundësinë e tjetrit që mundet me ta dhonë me të kallëzu që është kretë ndryshe, ose një lidhje mundet me bo kretë ndryshe. Sa beson që na jemi pak a shumë edhe reflektimi i përvojës së tjetrit. Që në situata specifike me partner të ndryshëm romantik edhe ndryshon edhe sjellja jonë. Shkak se mundet me qenë krejt të ndryshe sjellja të cilën ne e shpërfaqim momentin kur jemi me dikën që mirë kupton, dëgjon në mënyrë aktive, që ka tendencën me dhënë empati dhe reagon, e flet, komunikon krejt të ndryshe me dikën që tankon jetu e pa mos rastisht jetu gabu diku, mos rastisht po thu diçka që e lëndon. Parimisht çajo është që në herë dhe përvoja e re të cilën ti dëshiron me kriju, ta pamundson me bë paqe me atë që të ka ndodhur në të kaluamën, sepse dikush që mbrin me ndërtu komunikim të mirëfill që të pranon ashtu siç je, me të gjitha të mirat dhe të metat që të përcjellin, e ka shumë të lehtë dhe të thjesht me i përpunu të gjitha historitë edhe bashk me ty ato se çka ka ndodhur në të kaluamën. Por njerëz të caktuar që kanë komplekse të inferioritetit, që kanë mungesë të vetvlerësimit, që kanë motivim të ulët për raporte të mirëfillta ndërpersonale, me si presin me dëgju në naracion diçka që nuk shkon dhe mandej aty nis problemet e melot. Që mandej kapet si një vegëz edhe në vazhdimsi përmendet, rikthehet në diskutim. Ta zonë kur ka një debat caktuar ai thot po sepse ti edhe në të kaluamën atje larg te përvonë ke pas të njëjtin problem që nuk do duhej me qenë komunikimi që ndërtojmë në një raport apo një marrëdhënie romantike. Çush duket vetë braktisja në një marrëdhënie? Vetë braktisja në një raport është një farë profecieve të përmbushse. Është tepër interesant me mujt me e shpjegu, nëse muj me e shpjegu, çush tingëllon në një raport romantik që kjo profeciave të përmbushse. Këtë përpiqja me transmetu të studentë shpeshherë kur thonë që i besojnë kësaj manifestimit ose ideve të tilla që mundesh me qëndru duar kryqe dhe manifeston diçka të mirë dhe ndodh. Vetë sabotimin është ka një personifikim. Në lidhje në raport janë disa vajza të cilat e ka një farë tendencë me besu që din mi parashiku gjana se çka ndodhin. Dhe interpretojnë sjellje, shenja, sinjale të caktuara dhe ta zonë në një raport djali thotë unë jam i sigurt që vajza në një moment caktuar ka me mlan. Unë po e di që ka me mlan, unë besoj që ka me mlan, jam i sigurt që ka me ndërprej shumë shpejt lidhjen edhe raportin. Dhe ky konkluzion me automatizëm e afekton sjelljen. Po dedikona shumë, nuk po shkruaj që shkam shkruajt përpara. Çka ndodh në anën tjetër? Edhe personi nuk shkruan me të njëjtin intensitet. Nuk përgjigjesh si e përgjigj më përpara. Çka ka me ndodhur në anën tjetër, reflekton. Po, domethënë, ton kohën reflekton. Në secilën herë, derisa fillon edhe agravohet edhe debati, flet me tone që janë më të ashpra, modelon, reflekton perspektiva tjetër dhe flet më ashpër dhe dikur kur e sheh që po cënon shumë kufit personal, pala tjetër thotë, "Hey, këtu është fundi." Dhe çka thot ky tipi, ky thotë, "E kom ditë që ti ke më mlan, ose e kom ditë që ke më largu." Kur praktikisht krejt është punë, është vetë sabotim, ti ke punu për me marrë deri te ky konkluzion. Pra në herë është që kjo identifikimi i gabueshëm i shenjave, i sinjaleve, që është reflektim edhe që ati vetë vlerësimit tullt për të cilin po flasim, dhe mbi të gjitha na duhet me pranu se cilin lidhje, se cilin raport, si raport në cilin nuk kemi nevojë me tregu ma shumë se sa që jemi. Pra mjafton me qenë ne, vetja. Dhe në rast se nuk ndodh që ne edhe vetja me qenë e pranueshme prej palës tjetër, kjo vetë se nënkupton fundin e një raporti. Unë nuk besoj që dashuria duhet me tjetërsu individin, përkundrazi veç duhet me theksu shkëlqim, me theksu mati për se kush është në të vërtetë. E përmenet që aty fundin edhe çështjen e reflektimit, çka i thojmë qasajna kur njerëzit thojnë është fundi 10 herë dhe s'është fundi? E dina që nuk ka qenë fundi, e dina që prap se prap diçka e mbrendshme nuk është e gatshme për me i dhënë fund një lidhje dhe një raporti. Por mandej kjo din edhe mu bëhe rrezikshme, sepse nëse kur e dim që është rrezikshme? Është rrezikshme në momentin a i tregon koha, a sasia e përsëritjeve sa herë ki thonë që fundi e s'është,
Apo a ka spektrum edhe këto? S'ka dyshim, edhe këtu ka spektrum, edhe këtu ka përgjigje të cilat janë unike, janë individuale, varen shumë prej personave që vinë, varen shumë prej raporteve që i kanë ndërtu, varen kënë e kanë përballë. Por në anën tjetër, nëse ti po thu 10 herë që ky është fundi dhe për 10 herë të tjera, po kthehesh, unë them që kjo është zgjedhje. Dhe zgjedhja nuk po t'ingllon që është e arsyeshme, që është racionale. Dhe gjithmonë duhem me kuptu që deri te konkluzioni ky është fundi, nuk vihet në fillim. Testohet, vlerësohet. Dhe kur testimi dhe vlerësimi nuk bëhet tu investu ma pak në lidhje në raport. Unë për herë thoj se cilin me cilin rri, flas, komunikoj, qoftë në shoqni, qoftë në nivel të këshillimit në klinikën empatia, bëjeni ma të mirën e juj, ofrojeni shembullin e juj, ofroje modelin tënd, kështu testohet lidhja dhe raporti. Pra, në momentin që ti thu fundi, ajo do të duhet me nënkuptu fundin, por atëherë kur ti i ke shterë të gjitha mundësitë e tjera për komunikim edhe për problem zgjidhje. Rëndom ndodh që kjo fund përdoret pak si shantazh në lidhje në raport. Unë po them që është fundi dhe ti tash fillon e ndryshon. Mandej vjen një premtim retorik, po si kërcënim mirë. Po jo, edhe ndonjëherë një like kështu në të shkruam që unë premtoj kam ndryshu. Po premtimi është fjalë. Vepra, sjellja, respekti matet në një nivel tjetër, është kuantifikohet, është sjellje, mundet me u matë. Po dhe faktikisht kur thon fal 50 herë dhe së ndran kur zhoj bjen që s'ki thon fal kur. Mandej i bjen që ti po zgjedh që me qenë në qatë mjedis në të cilën na tha ma herët që i ka që ato elementet e një raporti që nuk funksionon. Dhe është çështje kohe veç kur përfundon në të vërtetë, nuk ja vlen. Herë sot po ndohen senet në red flag, green flag. Flamuri koq, flamuri gjelbërt, se palidhen shep po t'inglan, po mënoj e bojnë njerëzit një varë liste, një varë tabele kështu në 2 anët edhe të në kohën janë të e matë njërin. Qa mënojnë për qitë sen? A menoj që gjithmonë ka tipare të personalitetit, vlera, ka sjellje, ka mënyrë të menduarit, ka shfaqje të potencialit emocional që mundet mos me na pëlqy. Jo gjithmonë ajo që nuk na pëlqen neve është një red flag. S'ka një asi përputhje që duhesh me thonë vetja jam duhet me qenë portretizume në personin tjetër. Që ai kur e sheh veten pasqyr dalun sepse na jemi të tillë përputhshmëria perfekte e tjerë. S'ekziston diçka e tillë. Por duhemi me kuptu që disa sjellje në të cilat na përfundojmë të mos qenë mirë me veten, përfundojmë të përjetu emocione që janë kryesisht negative dhe aktivizuese. Mërzitemi, piklohemi, në momentin kur përfundon një debat çlirohemi, se kjo duket emocion pozitiv, po është gabim me mendu që është veç pozitiv. Kur çlirohesh dhe aktivizohesh. Po dhe është shumë valva. E kry vadhës se takoj sot mua. Të tilla emocione që i përjeton në lidhje, në raport, nëse janë të shpeshta, kanë edhe frekuencë, po dhe kualiteti tyne është goxha i theksum. Atëherë, për mu, këto unë kisha refuzu me i quajt red flags, po për mu, prap janë sinjale të cilat duhen me të bëjmë me reflektu. Ka dën ti me shku? Kush dën ti me qenë në një raport, në një lidhje, në një marrëdhënie? Nëse ti s'don me qenë vetja jote autentike, nëse ti nuk dëshiron me përqafu vetën tonë dhe me hec me te, po me u tjetërsu, me idenë që keme i bo përshtypje personi tjetër, është veç çështje kohe kur keme kuptu gabimin që ka ndodhur në esencë. Që vjen fond matësi ma i madh i kësaj pune, a është dikush për ty? Në nështë matësi kryesor je ti për vetën. Nëse ti je mirë, je rehat. Nëse je vetja, faktikisht. Nëse metë është vetja, edhe nuk vjen me ndru për ditë. Edhe atëherë kur evidenca shkencore ka mu akumuluar me mbush këtuhen, unë kam e vazhdu me mendu që nuk ka matë mirë për atë se sa për mbush se është një lidhja apo një raport romantik, se sa qetësia që ti e përjeton. E çka mendon për çto diagnostikimet e shpeshta që po ndodhen kështu për ekspertave, kreti na bo eksperta psikolog, që të në kohën rrim njëni tjetëri të i thonë shumë je narcisist. Për shumë mund që kjo më shkon nerva shumë, sepse në të në kohën për një. Për shumë pak dikush me shfaq një pattern ose një simptom të narcisizmit,
shumë lehtë tjetri, po e merr të drejtën me të përkufizu si narcisist. Qa menon për që sa është e dëmshme kjo faktikisht për perceptimin real të tjetrit? Ti e ke ma të letë me kuptu, audienca në jarë mundet me pas ma të vështirë me kuptu që diagnoza nuk është një simptom. Kur na ja u ligjërojmë, studentëve unë e ligjëroj psikologjinë klinike, në fillim krejt e shpjegojmë që në bazë një simptome nuk konkludon për një diagnozë. Duhet shumësi simptomesh. Për te i kësaj, duhet edhe kozgjatje, në mënyrë që ti me determinu që këtu kemi të bëjmë me një patologji. Jo tjetra është pop psychology, është asi psikologjia që çdo i dyti, do të thonë, ka kalu në ekspert të shëndetit mendor, këshillon kështu pa pardon, jep këshilla universale për secilën situatë, që praktikisht dikush edhe mundet me përjetu si sulm të drejt për drejt, sepse thotë nëse krejt njerëzve po ju kryjnë punë që kjo teknik, se s'pon kryjnë punë mu. Po e mujna minimu pra njerëzve me kuptu që masi po dojnë qatë shumë me ditë kush o narcisiste, kush jo, a mund është me na ndimu për shumë me na kalzu, qysh mujmë na me ditë që partneri jonë është narcisist? Po, mas pari, për me determinu që partneri jytë është narcisist, duhesh me i pa dhe ti disa sjellje tujat, e mos më shku definitivisht veç në palën tjetë, sa e ke pa, na gjykimin për tjetrin e kemi shumë të letë dhe të thjeshtë. Duhemi me pa qka prej sjelljeve tona për reflektojnë në këtë dritë. Personi i cili është e do të për shumë vetën, që e ka tendencën në vazhdimësi me folë në vetën e parë njëjës, me egzageru potencialin e ti, me mendu që gjithë shka për te është e letë, e thjesht edhe zgjidhshme, që i vendos në prioritet vetën, dëshirat e ti dhe mandej me lehtësi mundet me anashkalu personin tjetër. Jo domosdoshmërisht përfundon të qenë çrregullimi apo patologjia, me thonë që ky është çrregullimi personalitetit narcistik. Por duhemi me pa nëse ka konsistencë në shumë domene, në shumë nivele, po është përfaqësuar të njëjtën sjellje, thuajse me secilin në çdo raport interpersonal, s'është puna veç te partneri, po është edhe në biznes, i njëjtë është edhe në profesion, tërë kjo shumë gjyrësia në çdo nivel, në çdo kontekst, në çdo domen, të bën me kuptu që personi ka një deficit në personalitet dhe normal që duhet me u kërku ndihmë profesionale në këtë rast. Edhe po s'ka pik dyshimi që hulumtimet e kanë qartësu që kushdo që është në lidhje me një person që ka tipare narcistike dhe që ka çrregullim të personalitetit narcistik, nuk përfundon edhe mirë në kuptimin e shëndetit të mirëshenjës, po varet shumë prej tipit të personalitetit. Po se është shumë komplekse se qatë. Sepse ndonjëherë tipet të caktume që na i thomë çrregullimet të personalitetit kur bashk punojnë, munden me gjetë tepër mirë vetën njëri me tjetrin. Por dikush me disponueshmëri emocionale të etablume përbes mundet me pas tepër të vështirë me ndërvepru me çrregullime të personalitetit, çfarë do lloj natyre që janë ato. Qa do me thonë kur thot dikush unë e gjithë dhe zgjedhë njërin e gabum? Okay. Shenë është ta nuk është gjithmonë zgjedhja jote, se kjo është e shpesht në fakt. Po dhe ka shumë njerëz që thonë unë i tërheki qitë llojt njerëzve. Çka do me thonë që kjo unë i tërheki qitë llojt njerëzve? Të deshta me dojnë. Nga njerë kështu t'inglan si kur ti e ke një katalog edhe hynë të thënë në një vend caktuar dhe thu po që unë po e zgjedh këtë, që nuk është e vërtet. Por ti nuk mundesh thjesht mi ditë dhe mi njoft njerëzit në shikim parë, nuk mundesh me kuptu shumë për ta. Mandej është ideja që marrëdhëniet romantike janë shumë specifike. Ti mundesh me njoft dikën prej një profilit të një shoku apo shoqe, po nuk e njeh si partner romantik. Kur e njeh si partner romantik mundet me dalë në pa disa aspekte që të çalojnë në personalitetin e tij, apo mundet me dalë pa që kjo mungesa e disponueshmërisë emocionale. Kur nuk do me thonë që ti tërheq diçka që nuk është e duhur. Okej, tash kjo njohja a matet me kuantitet kohor apo të sasisë e informatës që ta e dikush? Jo, domosdoshmërisht matet me të dytën edhe shumë mirë që po e potencon. Me sa t'jap info dikush. Jo, ajo është 6 muaj, 3 muaj, po sa dikush të vërshon me qatë dëshirën e vetë që me qeni njoftun për teje. Se ka njerëz që ti për ka dale kështu t'i japin infot për veti, edhe ty të vinë ko shumë me gry që me njoft, ndërsa ka njerëz që vëq t'i japin krejt, me njerë. Dhe ka njerëz që në takimet e para dhe rajnë shumë. Po, asi ka shumë. Prezentu si dikush që qysh e din që po dikush po të rajnë? Jo këto body language trikat këshur majta se kësi sene, po qysh e din, a ka naj tip që e kështë edhonë që ti e kuptan që kë është
Jo, sinqerisht, nuk ka një tip specifik që kisha mujt me dhonë, ose që me thonë që krym punën se cilën situatë. Që ata thash, qaj është qisa e 6, intuitive, kur të tregon për diken. Po për të iksaj, kish me qenë shumë mirë që disa prej atyre që jenë deklarata, me i pa që janë edhe veprime. Së mundet, let me u testu diçka e tillë, më thonë, kjo gentilesa, empatia, mbështetja pa kushzume që ta premton dikush, mund është thjesht me kërku ndihmë në një moment caktuar dhe me pa se si reagon. Se gjua që thonë në gjuhën popullore është prej tuli, kjo shumë lehtë flet e komunikon thu çka do që të bjen ndërmend për me bë për vete një person afër. Përmandej duhemi me pa edhe në nivel të sjelljeve. Edhe po një aftësi dalluese e qartë, dalluese që tyne elementeve të vogla të imta të cilat nuk shkojnë edhe nuk funksionojnë, nuk është e domosdoshme me pas veç kohën, po edhe cilësinë e ndërveprimit. Nga njerë mundesh për një kohë të shkurt me njoft një person, nga njerë të duhet kohë e gjatë dhe akoma nuk i ke zbulu krejt tiparet e personalitetit, se disa vetë rregullimin e përdorin edhe për të keq, që fshehin te i maset gjitha te çka është potenciali real i tyne, edhe identifikimi me atë që na e quajmë ego ideale, që kur ta prezanton veten e prezanton çush kish desht me qenë. Po edhe mandej do njerëz bllokohen që aty të u dashuru në potencialin që është shit në fillim, edhe mandej qaj potencial kur qysh nuk shpërfaqet, edhe mandej. Edhe a beson që në herë që kjo ego ideal ja mundet me qenë edhe terapeutike në esencë, se personit të kësaj ja shpjegon partnerit që është kështu, qysh nuk është, po pretendon me qenë, edhe fillan me punu në qatë drejtim, thjesht për me mbajt lidhjen edhe raportin. Pse janë matë krijojnë njerëzit varshmëri ma shumë ndaj do njerëzve që janë shumë shmangës që ashtut edhe faktikisht kur ka refuzim për qasaj ane, ka njerëz që teken shumë në ta dhe me vite nuk largohen, ose vetë psikikisht janë të bllokuar qatë person, ose faktikisht ka raste kur ata aktivisht janë të mos e lën rahat një person. Pse në qatë suaz kohore në fillim që ndodh, për shembull 2 veta janë të njoftu, njëri po don me ik, ky tjetri mandena metën ta. Ç'a ndodh aty? Me trunin ose në përgjithësi pse o çajsan edhe çush mundet mu drejt çajsan? A është pyetja specifikisht mandej për çka bën personi që ka mbet vet, me idenë që po çaj shkreti që so ka den kur qysh me rnu pa idealin ose atë farë potencialin imagjinar të qati partnerit cili kur s'është partneri i këtij personi. Unë them që dashurit pa mundshme s'ka. Dashuria gjithë e gjen rrugën, por duhet vullnet i dy njerëzve për me gjetë rrugën. Nëse një person veç zgjedh me u largu prej raportit, që është kjo termi ghosting. Që ato jam të pyet faktikisht pse o ghosting qa qeron për do njerëz. Personin, fare nuk i intereson që është largu prej teje pa një shpjegim, ose është largu prej teje pa një komunikim të qartë me ty, edhe të kalon ty me shumë pikpyetje dhe me shumë dilema. Dhe kjo mbohet mend shumë ma shumë nështë se një raport që ka funksionu goxha mirë dhe është mbyllë si duhet. Po, edhe është dorën zemër pak traumatike me ja bo diku që është është me bloku edhe milion vetë me 100 milion pikpyetje. A mundesh me imagjinu sa e vështirë është për dikend me përpunu këtë si po dhe, që atë po thamë që mundesh me janë zijet në diku. Çka me i thonë vetës, është problemi jam, është problemi tjetrit. Zakonisht në them, problemi është i tjetrit kur ik. Problemet munden me qenë të dyanshme, ke pas shumë probleme në shta edhe ti, se neve s'na pëlqen shumë me kategorizu probleme me thonë, në terapi e shmangim komplet, por në anën tjetër mund të ketë shumë probleme që lidhen me ty, edhe shumë probleme që lidhen me te, por problemi kryesor është i ikjes, i shmangjes, i ghosting, që nuk është sjellje që transmeton respekt. Dhe një raport, një marrëdhënie romantike nuk mundet me ekzistu pa dashurinë si fundament, pa komunikimin e mirëfillt dhe pa respekt. Nëse nuk i ka këto cilësi, praktikisht është veç çështje kohe që po flasim për te, kur ajo fillon me u shemb dhe nuk funksionon ashtu siç duhet. Pra, në momentin që dikush ik, edhe mbetesh me pikpyetje për veten, me shumë dilema,
është e rrugës që mu nalë dhe me pa historikun e qati raporte, e qasaj marrëdhënie, dhe me kuptu nëse eventualisht ka pas një gabim specifik, por kjo s'do me thonë që e ke marrë një mësim që ka me të ndihmu në çdo raport tjetër. Për me marrë taj konkluzioni ju i para prak që njerëzit e tjerë munden me funksionu krejt të ndryshe në një raport dhe s'ke nevoj me zhvillu një farë mburoje që në raport me gjithë kënd mandej nisë dhe nuk flet sinqerisht se mendon që ka me u keq përdor. Për kundrazi, ky duhet me qenë veç një sinjal i qartë për secilin prej njerëzve që e përjeton, për çka kam shumë empati që në momentet caktuar veç mbyllën disa histori pa asnjë lloj shpjegimi, që njeriu me kuptu që nga njerë mungesa e shpjegimit është shpjegimi më i mirë. Që çaj person nuk vlen për me zhvillu një raport të mirëfillt. A munësh me na jap një kornizë, një përkufizim të sanave që janë të rëndësishme mu ditë prej momentit parë kur të njofton dikon dalën takim që me e ditë që ky person është për ty ose që kjo faktikisht është dashni edhe është okej. Për shembull, a mjafton kimia pa kapacitet mu dasht, a është mjaftueshëm kapaciteti mu dasht, po pa kimi të madhe, a duhen dyjat, kur fillojnë modelet mu shpërfaq të personit vërtet, se krejt që shë bojmë një farë PR-in në fillim, mandej na dalin fytyrat e vërteta, qa janë disa senet që i kështë thonë audiencës janë të rëndësishme majtën men? Unë s'du me përsërit atë definimin që dikush thashë e qunë ideal të dashurisë së përsosur. Unë them, duan me të folë krejt shqisat në favor të qati raporti. Por po kthena në diçka tjetër që mundet me t'inglu pak ma racionale me s'po flasim për një vlerësim, evaluim. E merë ofër vetës një fletore edhe i vendos sistemet kryesore. Shef komunikon, pyet, eksploron, përpiqesh maksimalisht me identifiku se si personi flet me vetën. Kush e ka komunikimin e mbrëmshëm? Kush është vetë vlerësimi i personit? A shtiret si dikush që është ma shumë se sa që është në të vërtetë? Kush është motivimi i tij përgjithshëm për krijim të raporteve ndërpersonale në çdo nivel, por edhe për punën, edhe për kushtime në nivele të tjera? Kush i ka aftësitë e vetërregullimit? Qysh reagon në momentin kur ka një situatë që nuk i pëlqen, ose një event i caktuar që mundet me nxitni të shumica e njerëzve një reagim kështu ma jo adaptiv. E dyta, del dhe sheh në kuptimin e marrëdhënieve ndërpersonale me personat e tjerë. Shumë flet kjo, për qysh ka ndërtu raport në nivelin familjar, qysh krijon raport në mesin e vet, në shoqërinë e vet. Tu e te i kalu atë që tregon me kënd rrin, tregoj se kush je, por thjesht sheh se qysh po ndërton raport me ta. Me gjithë kënd që ti mundesh me e pa në ndërveprim, kjo flet shumë potencialisht për kush ka me qenë në raport me ty. E treta, sheh për atë se çka ka qëllim jetësor në nivelin profesional, atë sistemi profesional. Çka është petkuj ti profesional? Çka është ideja për të cilën jeton, punon, është profesioni, puna, çka bën? Dhe për te i kësaj sheh edhe pyet çka është kuptimi që i ka dhënë jetës, çka është kuptimi që i ka dhënë ekzistencës. Sepse këto në esencë munden mu duk ma të parëndësishme se sa ajo kimia për të cilën falem, për këto janë fundamentet e krijimit të një raporti të mirëfillt. Dhe fal për të kalumen, fal për të tashmen, dhe mundësaj një lloj platforme që lirshëm ka me tregu çu sheh të ardhmen. Edhe atëherë kur nuk të pëlqen. Dhe mi të gjitha, nëse ka një apel, nëse ka një kërkesë, çka më dhëmbshëm në nivelin terapeutik, çka vrejshëm e që pengon është, që krejt bashkëbisedime, fillestare, mandej që vazhdon në lidhje në raport është për marrëveshje. Hajde për mirëm i vesh që unë kam të drejtë ose ti ki të drejtë, diqysh sikur me fitu debatin. Beson kjo i pengon mas tepër mi lidhjet edhe raportet. Nga njerë ka çështje të caktume, dilema të caktume në të cilat nuk mundemi me pas marrëveshje, s'muj me pas pajtueshmëri. Tesa është gjithmonë zhvillaj një debat të mirëfillt në të cilën veç ka mirë kuptim. Kur ti më rrin me kuptu çka po mendon tjetri dhe më rrin tjetri me kuptu se çka po mendon ti, pajtohesh për mos më pajtu në fund. Pra, nëse mbrin me i pas qëto, 4 sistemet po funksionojnë mirë të personit të individit, që flet shumë për disponueshmërinë emocionale, në anën tjetër 3 kohti ka shumë të qarta se çka është e kalumja, tashmja dhe ardhmja, nuk jeton të kalumen me çka ka ndodhur atje, po është prezent në të tashmen dhe planifikon si duhet në të ardhmen. Dhe për te i kësaj, kur komunikon
nuk sheh me çdo kusht me të mposhtë në argumente dhe me të mbizotru në debat me të tregu që din apo mundet ma shumë, por edhe atëherë kur din, të respektojnë, thotë që po pajtona, jo nuk po pajtona, po më pëlqen që po mendon, megjithatë unë mendoj ndryshe. Qëto e në cilësi për të cilat unë them mu më kish pushu shpirti në raportet të tilla dhe jo vetëm romantike, por edhe ndërpersonale. Kur je afër dikujt që të pranon për kështu që je, edhe përpiqet edhe ndryshimin mos me ta shit si ndryshim për veten, po për ty. Pra ti ke me bo një ndryshim që ka me të konvenu ty të sjell ma shumë shëndet, mirëqenj. Fitim, faleminderit shumë. Menoj që i këna dhënë do informata shumë të rëndësishme lidhur me këtë temë. Kjo temë s'ka fund, po Jo. bile do që i shërbejnë fillimeve të lidhjeve. Faleminderit. S'ka pikë dyshim, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi. Faleminderit shumë. Shifemi në episodin e radhës.